Mirë mëngjes, le të nisim videot nga Majorka. Nuk jemi akoma në Majorka, por jemi duke u nisur. Çdo gjë është gati, tani do paketojmë të gjitha çantat dhe Shtefani do më ndihmoj të zbresim poshtë. Unë nuk do haroj patjetër kamerat, stativet, sepse jam shumë e sigurt që Majorka është një vend kaq i bukur që ne përveç se do kënaqemi, do bëjmë edhe foto shumë të bukura me djalin. Siç ju thash, atje do takoj edhe shoqen time, kështu që nuk do jem vetë. Ha? Shka si thot Shtefani, thot Kianit në gjuhën gjermane që mami po flet me një objekt, me një shtap. Është çik budalaçk. Zema, kam një pyetje. Kështu që po paketoj, do shkoj, besoj, vetëm për 5 minuta ta përqafoj dhe njerë mamin që është e vllai im dhe pasaj do nisemi për në aeroport. Avionin e kemi në orën 11, kështu që në orën 9 duhet jemi atje. Shpresoj shumë që Kiani të flej gjysmore, ka filluar t'i fërkoj syt. Zemër, po unë do t'i jap pak të pi tani, para se të nisemi, se rrugës nuk ka mundësi. Edhe kur t'jemi rrugës do lajmërohemi. Jemi gati, kemi dalë, po presim Shtefanin që të na sjellë çantat e tjera. Edhe do marrim këtë makinën e vogël, djalin do ta vendos para që të kem akses për ta qetësoj nëse qanë, por jam e sigurt që çdo gjë do shkojë mirë. Jemi gati, Shtefani na solli tek makina, paketuam djalin. Nuk e di a duket, po. Dhe tani do shkojmë të takojmë njërë nënën para se të nisemi, se dhe nëna do iki për në Shqipëri. Dhe jemi gati, shihemi rrugës, kur të takoj mamin, pastaj nuk do jem shumë aftë që të xhiroj, që të shkoj në aeroport, por duam 1 orë që të shkojmë në aeroport. Kështu. Nisemi? Ja, tani, takoj qik babin. Nënën. Pastaj nisemi për rrugë. Nuk më ike pa e takuar dhe njerë babin. Jo. S'ta bëjmë këtë gabim. Pastaj e shikon, nuk e din nga e dallon që është më ushqime në kjo. Po t'i zhruar kjo. Shëndej, se ori. Mami edhe dje. Kian e zori gjumi. Dhe tani unë mund të ngas makinë super e lirshme. Nuk e di njerëz, mos të marrë më sysh, nuk besoj tek më syshi, por ky djali im, nuk e di nëse Zoti mund të më jepte një fëmijë më të mbarë se sa kaq. Është, nuk e di, është shpërblimi im për atë lindje të vështirë. Tani kam edhe diku të 40 minuta rrugë, nëse nuk gaboj, ora është 8:35, pra do jem aty në orën 9:01. Avioni më niset në orën 11. Deri tani, rruga ka shkuar shumë mirë, Kian sa po u zgjua dhe ne po bëjmë një pauzë të vogël që të zgjohesh Kiani dhe mos unë ta kisha mendjen pra te Kiani. Prandaj edhe ndalova 2 sekonda që të thosha mirëmëngjes, si flete, sepse për mua është shumë e rëndësishme që kur të zgjohet Kiani kudo që jam, ai të shikoj fytyrën time të qeshur dhe të shikoj vëmendjen time dhe për Kianin është gjithashtu shumë e rëndësishme. Kështu që sapo ndaluan, bëjmë një pauzë të vogël këtu dhe pastaj do nisemi, jemi shumë afër aeroportin, na duhet vetëm 10 minuta. Ndërkohë jam duke xhiruar edhe vlog për Reels ose për TikTok. Dhe do ta bëj edhe shpejt një outfit check sepse kam daluar në një vend të bukur dhe do ta marr edhe Kianin që të marri pak ajër. Sa po arritëm, tani do nxjerrim të gjitha çantat dhe jemi gati për në playa. Nuk do e kemi kohën shumë të mirë në Majorka, por shpresoj që të kemi fat. Ti do sjellësh diellin në Majorka, okay? Të zgjidhi mami tani. Hajde. Paketoj shpejt valixhe sepse është ora 9:30, duhet të jap valixhen, duhet të ndroj djalin dhe pastaj të kaloj në për kontrollin e sigurisë. E parkova makinën, mora gjitha gjërat që më duheshin, kam këtë çantën këtu dhe kam çantën që e kam vendosur poshtë karrocës,
Kështu që nuk kam gjë për të tërhequr, vetëm karrocën për të shtyrë. Nuk e dija që ma nxinte atë çantën e madhe poshtë dhe është shumë e thjeshtë. Këtë çantën roz e mbaj këtu në krah, kurse çantën jeshile e kam poshtë te karroca, do ta jep tani tek check-ini dhe kemi kohë për të ndëruar, për të marrë kohën tonë. Mbas edhe do ha diçka në aeroport, nëse kam kohë gjithmonë, se varet se sa do jetë rradha. Edhe perfekt. Çdo gjë. Zemra ime Kiani ka fjetur, ka ndenjur shumë mirë rrugës. Arritëm, i dham të gjitha pra bërëm check-inin e valigjes, morëm këto ngjitësat e karrocës. Tani do nderojmë djalin. Hajde me mami. Hajde. Më fal. U vrave? Sorry, s'ka që. Hajde. Opa. Tani do nderojmë djalin. Dhe pastaj do kalojmë kontrollin e sigurisë. Po unë gjithmonë ja nderoj bebelinën këtu, sepse rrugës e di që kur kalojmë kontrollin e sigurisë, piqe, toke me mami, toke. Kur kalojmë kontrollin e sigurisë, atje te banja nuk ka banja shumë të mira, kështu që të ndrojmë këtu. Oj, e gërvishta, më fal. S'ka gjë. Asnjë gjë. Ja. S'ndodhi gjë. Nuk ndodhi gjë. Hajde, shtriu tani, të ndrojmë mami. Të pëlqen mikrofoni? Mami? Wow. Kështu, deri tani çdo gjë picobello. Valizja ishte 11 kg, por ma lejuan, nuk më bërë ndonjë fjalë. Më duket se ka një tolerancë për 1 kg. Po e ndroj djalin tani, po e fikamen, pastaj do shkoj në tualet vetë, dhe pastaj do kalojmë kontrollin e sigurisë. Jam e sigurt që me çantat, me karrocën, me të gjitha nuk do të kemë mundësi të filmoj te kontrolli i sigurisë, kështu që takojmë pasi të kemi kaluar, sepse do blej mami një ujë për ty dhe mbasi diçka. Sa po arritëm, unë i kam pa flokët, sepse doja që t'isha sa më e lirshme. Tani do blejmë një ujë për Kianin pa gaz, sepse kjo është stili im. Kur Kiani nëse nuk do të pi kur të zbresim, unë kam luk dhe i hedh ujë dhe ai ujin e dashuron dhe në momentin që përcjell gjërat poshtë, rregullon edhe presionin e veshëve. Kështu që nëse më pyesni pse nuk qan Kiani, ja, kjo është ideja. Mbas edhe një molto për të ngrënë, edhe pastaj jemi gati për tek presim boarding. Po mendoja, koni të marrë një nga këto, se që nga 4 euro dhe jo 7 euro. Ja, kjo këtu është me pull. Okej, po marrë dhe këtu. Pak snacks për mamin që të ketë fuqi të përballojë avionin. Po shikoj që njerëzit po nisen, unë po ha me shpejtësinë e erës. Opa! Haydi. Opa!
che ti sfida in questo asfalto momento. Wow, non so. Se ku ti marrësh? Ku ti marrësh? Okej. Kam 20 minuta që kërkoj të gjej portën ku janë valixhet. O zotin madh. Çfarë është kjo? Nuk kam parë asnjëherë një aeroport që duhet të eci mes për mes të aeroportit për të marrë valixhet. Wow. Edhe padri ja dollë. Sa po arritëm në aeroportin e Majorkës, ishte një ndër aeroportet më të vështira për të gjetur çantën. Pra normalisht në aeroporte çanta është direkt kur zbret, gjëja e parë është çanta, kurse këtu duhet të ecje mes për mes aeroportit për të gjetur çantën dhe nuk e keni idenë sa kam vuajtur sepse edhe karrocën nuk e jepnin tek, si të thuash, avioni, por e jepnin këtu tek daljet, pra, tek bagazhet, dhe ishte me të vërtet shumë e vështirë me djalin, me çantën e kurizit. Djalin paktën e kisha këtu në kangur, tani do t'i jap pak djalit për të pirë dhe besoj se do flej edhe një herë. Unë ndërkohë po qëndroj në aeroport dhe po e pres shoqen time këtu, në mënyrë që mos shkoj edhe një herë në hotele të vi, sepse unë duhet të vija në orë 1, ora tani është 3:20. Kështu që nuk ja vlen të ikim një herë mirë të dyja me makinë. Inshallah dhe ajo mos të ketë vonesa, të vi të dali direkt dhe shkojmë në hotel se jemi të lodhur të dy. Po hajnë qik buk tani, mora një sanduiç edhe një çaj. Kiani po fërkon syt, kështu që ika, do lajmërojmë kur të jemi në hotel. Sa të vinë shoqet tona, po rim ullur këtu, po luajnë dhe po presim. Sa po arritëm në hotel, gjëja e parë pasi vurëm bebata në gjumë është ushqimi. Kemi vdekur për bukë sot. Arritëm në hotel, ja dolëm, 2 mama të reja në aksion. Ja dolëm, ishte shumë e vështirë sepse Ira dhe unë kishim diferencë gati 4 orë. Aeroporti ishte shumë i madh, kishim shumë të ngarkuara sepse nga që dorim 5 ditë kishim marrë valixhe, kishim marrë çanta, nuk e di, dhe për fatin ton të mirë bërë një exception këta njerëzit e restorantit dhe na lanë për me hëngër. Fëmijët i vorëm në gjumë, me thënë të drejtën funksionovi edhe pse Kiani ishte një qik i overstimuluar, edhe me zi po shikon të gjithande ku jam, edhe kjo hoteli që kemi zgjedhur ne është 3 hotele në 3 location të ndryshme. Ne vajtëm të location i parë, nuk ishte i duri, vajtëm të location i 2, të location i 3, gjithsesi ja dolëm, të ju tregojmë nesër dhomën, që është një banesë shumë e vogël, dhe fillojmë nesër me vlogjet e Majorkës.